Pikat kryesore të shtyllës së parë, Mitrovica. Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Mitrovicës, Arjan Tahiri, ka prezantuar shtyllën e parë të programit të tij për Mitrovicën në lëvizje. Ai ka thënë se kjo pjesë e programit përfshin infrastrukturë moderne, transport publik, ndërtimin e nënkalimit në magjistralen e Adriatikut, parkingje e projekte të tjera. Asfaltimin e të gjitha rrugëve urbane dhe rurale, përfshirë sholën e Bajgores, ndërtimin e unazës së brendshme në qendër të qytetit për ta lehtësuar komunikacionin, ndërtimin e parkingjeve publike në 3 lokacione në qendër për 2500 vetura. E afër qytetarëve 24 orë në ditë ka premtuar se do të qëndrojë kandidati i PDK-s për kryetar komune në Skënderaj, Samil Ushtaku. Këtë zotim ai e bëri në tubimin me të rinjtë e komunës, në të cilin është shoqëruar nga kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi. Unë do të jam shërbim qytetarëve 24 orë, gjithmonë tu komuniku dhe tu ndërgju halën e secilit qytetar apo secilit familje. Krahas Ushtakut, kryetari i PDK-s e shoqëroi në tubim elektoral edhe kandidatin për kryetar të Lipjanit, Shukri Buja. Tek e kërkoi mbështetjen për të, Krasniqi ka thënë se nuk ekziston projekt i madh që është realizuar në Lipjan e që nuk e ka vulën e Bujës si kryetar komune. Shukri Buja është njeri i fjalës dhe i punës. Për Shukin, po është po, jo është jo. Ato që e thot e mendon mirë, por kur e thot dhe e premton, atëherë dhe e mban dhe realizon. E në Drenas, kandidati Petrit Hajdari është zotuar për ndërtimin e një muzeu të luftës, për të cilin ka thënë se do ta ruajë të vërtetën, do ta nderojë sakrificën dhe do t'i edukojë brezat. Këtë muze ai ka parapar ta ngrejë në një sipërfaqe prej rreth 1500 metra shkatror me 20 hapësira për ekspozim e me eksponate për fëmijët e vrarë gjatë luftës.